Jozi, i acaruar dhe me nervat në limit, afrohet me hapa të shpejt drejt Eglit, i cili qëndron përballë tij me një shikim sfidues. Atmosfera bëhet gjithnjë e më e rëndë dhe të gjithë në dhomë ndjejnë tensionin që po rritet mes tyre. Ti je një vajzë e pander, një njeri i ulët që nuk di të mbaj as respekt për veten. Shpërthen Jozi me një ton të lartë dhe plot zemërim. Egli e shikon atë me një buzëqeshje të ftohtë, por në sytë e saj shihet qartë se fjalët e tij nuk i kanë kaluar pa lënë gjurmë. Ajo përpiqet të ruajë qetësinë, por duart i shtrëngohen fort. Mos fol pa menduar, Jozi. Se ti je i fundit që mund të më japësh leksione për nderin dhe respektin, i përgjigjet ajo, duke e shikuar drejt në sy, me një ton të qetë, por të prerë. Jozi qesh me ironi dhe tund kokën. Unë të paktën nuk shes veten për vëmendje. Nuk i afrohem njerëzve vetëm kur më leverdis dhe nuk tradhtoj ata që më kanë mbështetur. Fjalët e tij bien si thik në ajër. Banorët përreth i ndjekin me interes të madh, disa të tronditur, disa të argëtuar nga skena e tensionuar. Egli bëhet akoma më e ashpër. Ti je ai që flet pas shpine, ai që manipulon dhe bën lojra të pista. Nuk ke as pak të drejtë të më gjykosh mua, kur vetë je i zhytur në mashtrime. Jozi e shikon me një shikim të mprejtë, sikur të kërkonte fjalët e duhura për t'ia kthyer, por Egli nuk ndalet. Ajo afrohet edhe më shumë, duke e bërë debatit edhe më të fortë. Ti e di shumë mirë që nuk mund të më thyesh. Nuk mund të më poshtërosh, sado që përpiqesh. Mos harro, unë nuk jam si ata që i manipulon lehtë. Në atë moment, dhoma mbushet me një heshtje të rëndë. Të gjithë janë në pritje të lëvizjes së radhës. Jozi duket sikur do të shpërthej përsëri, por në vend të kësaj, ai vetëm e shikon Eglin me inat, pastaj largohet duke tundur kokën, si për të treguar se nuk ia vlen të vazhdojë më tej. Egli qëndron në këmbë, e palëkundur, ndërsa fytyra e saj është një përzierje emocionesh të forta. Pavarësisht gjithçkaje, ajo e di se kjo përballje nuk ka mbaruar ende.